Barnatoret private në Fushë Kosovë dhe Prishtinë vazhdojnë të përballen me mungesë të tretësit fiziologjik në Acel. Që nga muaji mars, kur u raportua për mungesë të tij, shumë barnatore ende nuk janë furnizuar. Por këtë problem nuk e kanë edhe QKMF-t. Prej muajit mars, kur u paraqit mungesa në masë e tretësit fiziologjik në ACL në spitale e barnatore, ajo është ende evidente. Barnatoret private në Fushë Kosovë, por edhe Prishtinë, akoma nuk janë furnizuar. Halo, s'ka ardha. Prej marsit? Prej qëfar. Kam po në arsye se ka mungesa veç. Po, normalisht dhe po duhet me posë. Ma mërmenja që kanë. Po, për shkak të çmimeve, që po del ma lirë në treg, se sa që po ma herë, për shkak nivelizimit nuk ka një herë. Ndërkaq, tretësira konsiderohet të jetë ilaç esencial. Dhe sipas odës së farmacistëve të Kosovës, edhe faji për mungesë dihet ku qëndron. Në ACL-ja apo solucionet fiziologjike përfaqësojnë barin esencial në fushën e shëndetësisë. Fakti që sot po përballemi me mungesë në ACL-s në institucionet private vjen si rezultat i vendimeve të gabuara për unifikim të çmimeve të barnave dhe mungesa e ACL-s në terapi intravenoze konsiderohet mosmarrje terapisë. Por me këtë problem nuk po përballen institucionet publike shëndetësore. Nga Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës në një përgjigje për ATV-n, thanë se kanë kryer furnizimin me këtë tretës aty ku kanë kompetenca. SHSKUK e ka për detyrë furnizimin e spitaleve rajonale dhe qendrës klinike universitare të Kosovës me barna dhe material medicinal të listës esenciale. Këto njësi të SHSKUK-s kanë furnizim të qëndrueshëm me produktin medicinal në ACL. Edhe Spitali Mitrovicës, në të cilin ishte anuluar programi operativ në muajin mars, në mungesë të ACL-s, tha se furnizimi i fundit është bërë para 10 ditë dhe ka sasi edhe për muajin e ardhshëm.